Të dashën të gjusë për ndër i këtë këngë bukur duke pritër dhe telefonat gazetarët medial Agron Goni Shabonis dhe Isami Memrama dhe mirë se erdhe Agron Gon Shabon. Përshëndetje dhe mirë se gjej. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Që kalove ditën sot Agron? Mirë në fillim jave. Mirë, super. Përshëndetje për juve, për studiu numër 2 që jeni duke drejtuar emision, për teleshikuesit që duke na ndjekur. Respekt nga studiu qendror i Kopenhagës, RTV-yt, pra www.tvyt.dk, Radio Yt.dk, Radio Media Shqiptare dhe Radio Yt në kuadër të portalit, pra janë dy faqet. Faqja e vjetër andaj është Radio Yt dhe kjo e reja që ka shumë duke na ndjekur me komente është Radio Yt.dk, Radio Media Shqiptare. Përshëndetje nga studiu qendror, pra ne nga Vonushja, nga Xhiloni, pra, por pse jo edhe në emër të studiut Lipian nga Kosova dhe Ardana atje, ju përshëndesim juve tek studiu numër 2. Pa mos lënë pas Ramadan Reke, i cili është bilbil promotor tek emisionet, duke na kumbuar me poezi, proza, këngë, humor, gjithë ato, mbi gjitha është krau i djathtë i yni, pra e them këtë sepse ka bashkëpunuar me mua në media shtetërore para 25 viteve dhe akoma është me mua tek Radio Televizioni Yt. Respekt për juve, por unë më shumë u inkuadrova që t'ju përgëzoj juve për emisioni, por edhe që ma bëjt të lidhur ata që po na ndjekin tek faqja e vjetër Radio Yt, kur jam unë në emisione, andej lexohen komentet, por kur jam unë dhe vetëm shpresa, është e pamundur që ato komentet lexohen tek ju atje. Andaj kaloni tek faqja Radio Yt.dk, Radio Emin Fillon Shqiptare. Kjo vlen për Artën, Arta Skenderi, motra e Gazmen Sopniqit, pra, i kam shkruar në Facebook që të kalojnë tek faqja Radio Yt.dk, Radio Emin Fillon Shqiptare, sepse këtu lexohen komentet nga shpresa. Ndërkaq tek faqja e vjetër, atje kur unë jam në emision, të dy faqet i servoj së lexuari. Kurse sonte, apo tek emisionet e shpresës në pjesën numër 2, improvizuese të emisionit që drejton Frans Shpresa, lexon vetëm tek Radio Yt.dk, Radio Emin Fillon Shqiptare. Besoj që me kuptuat tek sqarimi u qartësova me juve, pra kaloni tek faqja Radio Yt.dk, Radio Emin Fillon Shqiptare, këtu do a lexon komentet, pra Shpresa tha që nga studio improvizuese numër 2 në Francë. Respekt për ty, nderuar Shpresa, për kësaj emisionit, por i përshëndesim ata që kanë ardhur këtu, Mile, respekt, Melvete Smajli, respekt, Linda Demakun, Linda, Gazmen Sopniqin e përshëndeta më herët, faktikisht, kush ka tjetër këtu, shikoj shpejt, Sevdije Jahia, përshëndetje, mirë se ardhi, respekt, Luj Mamraj, nga Amerika e Largës, konstruktivitet kanë tek neve, shumë dëgjues të këndshëm, Azemini Osmani, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur, tek Radio Televizioni Yt, tjetër shikoj se më shpejt të largohem, sepse tani nuk dua të bëhem i tepër të dëgjuesit, se telefonatën ndoshta presin dhe mos të vonoj tek emisioni dhe t'ju kërkoj falje për emisionin tim debat. Emisioni im debat do bëhet këtë javë, sot të dakordohem me analistët që kam atje në Kosovë, do bëhen emisionin debat kushtuar asociacionit, që dikush është gatuar, dikush jo, por për gjithë ato materiale unë jam përgatitur gjë në dhëmb, i armatosur jam gjë në dhëmb për drejtuar debat. Material kam shëtëtuar, sepse i kam përcjell, i kam ndjekur, i kam lexuar dhe ashtu që gjithë çfarë do të jetë e bukur tek debati im kushtuar asociacionit. Tjerë shoftu ku shef Flora Cakolli, Misardi, Babra Klevalieva, respekt nga Franca, Misardi, Sevdijet Jahet ka përshëndetur, Arta Skenderi, Arta dhe për ty vlen kjo, kalon të faqja Radio Yt.dk, Radio Emin Fillon Shqiptare, ndihmoj Gazmen, dërgoja linkun e kësaj faqe dhe ajo pastaj do fokusohet tek faqja e re. Përndryshe, faqen e vjetër nuk ka mundësi të përcjell me komente. Shpresa tha që nga studio numër 2 improvizuese, për respekt për juve, andaj shikoj shpejt mos t'ju ngelim borxh askujt, kështu si thonë Goni, nuk na ka përshëndetur. Njazi AB, përshëndetje, mirë se ardhje. Tjetër çfarë ka këtu? Ka ndoshta më herët që kanë qenë, por ja që ato nuk i shoh, lutem, nuk i shoh ato. Dhe këto që po vinë tani janë duke ndjekur, Luj Mamraj, respekt miku im i dashur, Gjëri Thaçi, mirë se ardhje, Gazmen Sopniqin e kam përshëndetur. Pra, që fillim edhe kështu që të gjithëve ju përshëndes nga zemra dhe uroj të kaloni bukur, tani nuk e di sa keni kohë, mirë, por mos markohen shpresa, jeni të këndshëm, vazhdoni kështu,
unë kënaqem duke ju ndjekur vërtet relax me juve. Kaq. Faleminderit Goni si je gjithmonë pranë meje, pranë dëgjuesve që më e lexon faqen e vjetër që unë ata nuk muj me pa se kush është ky shtas dhe kështu që gjithmonë Faqja tjetër, vetëm pak që më kujtove. Po lexoj me që se jam këtu, po lexoj shpejt edhe po patjetër. ju them që Faleminderit për të shumë që je gjithmonë pranë neve, nderuar. le të kalojmë tek faqja e re. Ju lutem, kalojmë tek faqja radio.pk, radio me fillë shqiptare, sepse këtë faqe nuk ka mundësi ta përcjell apo të menaxhon shpresa së lexuari. Kuptoni? Arta Skënderi me gazin e ka, gazmentin vllahun e vet, thot o gazi shalla radio yjet ta mbushim mendjen me ardh Kosovë, bre, hajde bre, të motra vlla, po shpres thuhet nga Arta Skënderi, kushtua dedikuar mesazhin tek Gazmet Sotniqi. Arta Skënderi, Goni kam nevojë për ndihmën tënde dhe stafin e juaj. Si m'ja bo bre, se m'ka marr malli shumë për vllaun, Gazmenti nuk po vjen që një vit, nuk kam ardh, nuk kam një erën e vllaut tem, jam përmalluar shumë bre, zemra po me dhem, edhe ashtu që kupa bre, po vdes nga malli. Do thotë, këtë fjalë ka thënë nga malli që ka për Gazmet Sotniqin, respekt për Arta Skënderin. Arta kalon tek faqja radio.pk dhe aty do jemi të sigurt që do lexojmë mesazhet tua. Gazmen, ndihmoj të lutem, ndihmoj dërgoj faqen dhe le të futet, le të inkuadrohet tek faqja e re radio.pk, aty me shqiptare. Kto ishin komentet tek faqja e vjetër dhe vazhdoni me misionin, mos ju pengoj me tepër, jeni mrekulli. Faleminderit Agran, gjithmonë faleminderit që je pranë meje, pranë dëgjues. Do mundohem të jem pranë juve, unë kuptohet pak po a bëj me hile të dëgjuesve, se vetëm një herë në javë që jam me misione, ashtu e kam njëherë për njëherë punën, po thoshe që 3 vite jam duke munguar mikrofonin, por unë kam premtuar dhe prapë do realizoj premtimin së shpejti, edhe unë do jam në emisione nga ora 21 apo 20, gjë në orë të vona me mix program, me program të larmishëm, me skema programore të mia që kam pas përpara në ato kohra, prap do rikthehem mikrofonit nga 3 apo 4 herë në javë, kuptohet edhe ju mirë, por edhe unë do të jem me emisionet e mia të veçanta që kam treguar përpara dhe prap do rikthehem ngjyrat me gjumit ato që ka pasur përpara me mira shikues. Respekt për të gjithë juve, ju dua të unifikuar, kaloni bukur dhe mos të mungojnë telefonatat, mos mungoni, shoqëroni me shpresën, me bolushe, me motorrekën, lindën dhe të gjithë bashkëpunëtorët që kemi këtu, shoqëroni